Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë do ndaj me ju historinë e një nëne. Ajo është nëna e 3 djemve të mitur, që i ka sjell nga 2 martesa fatkeqësisht të dështuara. Quhet Sabrina Bomba nga Vlora, por prej vitesh është larguar nga Shqipëria dhe jeton në Greqi. Kjo nën sot kërcënohet nga 2 ish partnerët e saj. Këta 2 të fundit janë bërë bashkë dhe kërcënojnë nënën se do i marrin dhe 3 djemtë e saj. Do e ftoj 29 vjeçare në këtë live për të dëgjuar rrëfimin e saj. Atëherë Sabrina, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Ti më ke telefonuar, jeton në Greqi dhe ke një problem për të ndarë, për të denoncuar më saktë. Po. Çfarë ka ndodhur? Kush është problemi juaj? Unë ka që nga Shqipëria që në vitin 2013 me vizën turistike, me djalin tim, u martova dhe i ka në Greqi për të njohur familja e tij, për të njohur çorin, se nuk më prishin dot. Familja e burrit tim që jemi akoma të martuar. Duke ndonjë atje duke u përpjekur, kaluan vitet dhe ne nuk shkonte më, për arsye personale, nuk shkojnë karakteret tonë dhe ne jetonim në diferencë. Nuk e Sabrina, diferencë unë gjithë që ta kuptojmë edhe më qartë historinë. Ju nga Shqipëria keni ikur çfarë viti në Greqi? Në 2013 kam ikur me vizë turistike. Ku keni jetuar në Shqipëri? Në Vlorë kam jetuar kur martova një vit e gjysmë me bashkëshorti, pastaj kam jetuar në Rikum, te mamaja ime. Por çfarë ndodhi me martesën e parë? Ju aktualisht sa vjeç jeni? Në martesën e parë bashkëshorti ishte kontrollues i lëndëve narkotike dhe në një rrjet shumë të rrezikshëm shoqëri dhe unë nuk e duroja dot të gjitha këto gjërat. Nuk punonte asnjëherë në risk me narkotike dhe për fëmijën më ndihmon me të tyre që mban të mundesha të bëja në punë. Por ju sa vjeç jeni aktualisht? Unë jam 29 vjeç. Ju çfarë moshe jeni martuar për herë të parë? Unë martova, bëra martesën politike, unë linda djalin pa martuar, se nuk martosim do të isha 9 mosh. Pastaj e bëra një deklaratë që hodhën në certifikatën që bërëm sa bërëm martesën politike. Në 2012 jemi martuar, që bërëm martesën politike. Edhe si që dojnë pashaportat, erdhën për në Greqi, që të shikon të gjysi dhe gjysja e djalë fëmijën. Fëmijën tim të pak janë 12 vjeç. Me jetë ta kesh. Por sa viti qëndrove martes me babajnë e fëmijës tënd? Shiko, ishte viti i parë dhe viti i dytë që ishin gjërat mirë, pastaj sa erdhi nga ai në Greqi, ai filloi atë suksesin e tij që kishte që nuk i di ato gjëra. Filloi atë shoqëri që bënte lëndë narkotike, u fut në atë rrjet, pinte, bënte dhe nuk ia bënte. Pasi ajo për punë, rrim ndonjë çako pas për djalin, mos hajtosin prap, po nuk mundesin jo futu në një burg, dima një burg, shoqëria shumë e keqe, edhe nuk mundesha më. E qartë, ju divorcuat më pas? Jo, në 2019 ne jemi në distancë. Pastaj në 2019 u fut në burg edhe ka dalë në 2022 si na përcjell në Irakin më tek Napoli. Se ka me vëllëike për të bënte shoqëri e keqe. E kuptoj. Edhe unë njëjta një djalë të çunivet. E qartë, ti vazhdove jetën tënde? Ti vazhdove jetën tjetër? Po, kisha marrë ndarjen sepse unë nuk i prisja dot në Shqipëri, për arsye se ne përpiqem të shumë vite dhe ne japim në fikra të bashkë brenda të universitetit. E kuptoj. Pagon gjithmonë derisa të plotësohen vitet. Tani plotësohen vitet e mia, edhe do dalin dhe dokumenta. Duke njëjtur këtë punin, unë vera staxhane. Ju njohët me një shtetas grek? Po, unë njëta me një shtetas grek. Unë kisha bërë porostin në një kurje, në një teri, edhe më aftolli ky grek, kur dhe më mbajtë të dhënat e mia personale, dhe më gjeti me ato Facebook, edhe unë shumë në interneti unë kasë në dashuri me këtë, unë dashuruam, shumë fix të po të them. Stivon një lidhje bashkë, unë vera staxhane, linda familjen e tij të para Angelo, në 26 ditor të 2020, para se të ndryshoj veti, që të futet. U bëre nën për herë të dytë? Po, u bëra nën për herë të dytë.
Po. Edhe kur kam lidhur djalin e tij në dytë kam qenë tek ish vjera, domethënë se kisha lecunin atje dhe po kalloja po atje. Sabrina, por ti jetoje me ish vjerën kur pate lidhjen me këtë shtetasin grek? Jo, unë vajta atje sepse pas që ky greku edhe ky unë kuptova vonë që edhe ky ishte një soi si ai buri pa. Filluan këto tek pyetjet e mia dhe ika, jetonin natë nga maskutin në ka një atë periud, pa marrë autobusin e s'kisha një tjetër dhe i thash babajt gjyshit të tunin që po vje ty se kështu e kam halin dhe unë nuk mund e këtjetër në këtë person se shumë i rezikshëm dhe me tha po ajde. Komunikojnë me qunin e ti dhe i tha ndihmoje i tha se nuk mund të alën në këtë situatë, nuk veja do të atë sigurit e filmë se isha pa dokumenta. Por ti ishe 7 zënë dhe vajte tek njerëzit e burit parë. Po, kam vajtur 5 muaj se gati 5 muaj se 7 zënë të ekis vjerë dhe më kam ndihmuar për të gjitha dhe spitalet ajo ka paguar dhe të gjitha dhe first aid në jetë të fëmijës të greput ajo është të gjitha. Kur kam lidhur unë djalin ai filloi te personalimet do vetëm do vishta me mua pa. Se po nuk kërkë ta do zije mua pa me ta dhe unë disha frit. To presion. Nuk e vajtur në të ikëm pastaj në aftim të shtëpia e babait të tij, nga Kleta. Në aftim kemi ndujtur atje për 2 muaj të babait tim në Kalistea, pastaj morëm një shtëpi në Kira, se nuk shkonin gjërat mirë atje për një të ndarë. Babait i jeton me një bashkëtorte dhe nuk shkonin ajo nuk duronte do të çunin sepse ka bërë një kirurgjion në tru dhe nuk duronte do të çunin. O ti kur ike sërish me shtetasin grek dhe nise të bashkëtoje për herë të dytë i bie, i mori të dy fëmijët? Jo, unë e mora djalin dhe i dërgova një bashkëtorë flet në Burg, ai e lexoi, por nuk e firmosi të vjen futi në shkollë tjetër. Vajta tek drejtori i shkollës, edhe më tha drejtori pa filmin e babait, po nuk mund të ta çunin në shkollë. E ktheva prapë te gjyqi të tash se kështu është problemi, nuk ma marrin çunin këtu pa lejen e babait. Pra, djali nga martesë prapë te shkolla kishte. Djali po, ktheva prapë atje me gjyqin se edhe në fakt djali im atje është rritur që 7 muaj, se mbate i zvjeri, që unë të punoj se babait nuk punon asnjëherë, tani ka filluar të punon. E kuptoj. Djali nga martesa e parë e le që të arriste gjyshi dhe gjyshja nga ana e babait. Sepse atje do ai djalin ka shumë lidhje të ngushtë me gjyshin, jo me gjyshin. E kuptoj. Ndërkohë që ti me djalin e dytë shkove të jetoje me shtetasin grek. Po, shkova, filluan gjërat, duke bashkëtuar, ngela prapë staxhan në familjen e të dytë. Domethënë, i tretë domo po i dytë ti jam. E kuptoj. Direkt sa kisha lindur, anche nuk era staxhan. Brenda vitit, 24 dhjetor 2021, kam lindur Dimitrin. Tek Elena, në Orin. Edhe s'ka mora puni, me mbas pak muajshme, filloi ai të vite, se këtë të vitin ai pari, filluan probleme, filluan të situata. Edhe vajta të komunësit e bashkit dhe u bëra dhe këta ankesën e përpapën që të pusja do. Po edhe për këto lëndë që ti të kisha frikë për fëmijën. I tash të vërtet të ngoza nga atje që janë komunësit e punëtorët e komunës të bashkisë. I tashu Sabrina, ai ka që përdëru si lëndëve narkotike. Edhe akoma është ka dhe fletat programës dhe tash unë ai nuk ndryshon, ai tani ka kryar që është mirë, pas ai prapë fillon. Ka që 15 vjeç, po nuk i di ato. Që 15 vjeç edhe është 9. Po marrëdhënie me ty si e ka patur? Mama jeti që ai nuk ka për të ndryshuar, mama jeti më ka thënë që ka mbajtur në çdo lloj thotë qendre rehabilitimi, por ai nuk ndryshon se aty i pëlqen aty dhe i pëlqen shoqëria e keqe, ka shumë biografi të keqe me vjedhje me gjëra kështu, tani kohë të fundit të sallamita avokatë ti det, më tha po ti jap për të mirën tënde, 40 patje me palishmëri dhe me gjëra kështu dhe unë trembom, edhe ndryshova unë direkt se kisha futri. Por marrëdhënien me ty si e ka patur? Shiko, marrëdhënien me mua më ka dashur shumë, por nuk kam çfarë ta bëja të dashurinë e tij. Kur ai është në një gjendje tjetër dhe nuk mund ta shikoj si dashuria të kur ai të kërkon vetëm lek, por unë punoj vetëm kur i pagoj vetëm unë të gjitha, unë nuk kam çfarë ta bëj, është një shëti ku të bëj psikologjike. E kuptoj. Pa e kuptuar ai domethënë, pa e dashur ai sepse është i varur nga diçka tjetër dhe ai nuk i dua këtë bën. Por në momentin që e mori vesh që ti fëmijët do i dorëzohen në institucion, si reagoi babai?
Po, ai bashkë me mua ka ardhur, se unë vajta 2 muaj kam dhejtur në spital në Pezon, që janë analizuar fëmijët të gjitha, për analiza për të gjitha, dhe më vonde fëmijët në qendër. U bën të gjitha analizat, të ndihmon shteti nga mënyra se jep pa siguracion, bën të gjitha dhe thanë që do të ndihmonin të për të përdhenjoftjen e Asis Pallas, se nuk është bërë asnjë lloj përpjekje, ai nuk bëri asnjë lloj përpjekje, ai filloi të përpjekte sa u largon fëmijët, ai filloi nuk e. Edhe me këtë mendimin që do t'i njefte dhe fëmijët, do ta kisha vënë të pusja fëmijët në kopës, edhe ai të kishte një komunikim të rrimë të fëmijët, po mos të jeton të mëne si të njërë dhe prokurori ato urdhëri. I mora fëmijët pastaj mbas 3 muaj, i mora në shtëpi, edhe më tha pse i more, nuk i kisha më atje sa ndalova pak të punoja, jo pse se pak i fillojnë pak krizë ekonomike, edhe më tha pse i more, nuk ishin mirë atje. U detyrova sa pas gjyni që ai fillojnë prapë, fillojnë nuk e këtime dhe siguretum të ka fillu më vetë direkt prapë, të komuna e bashki se të utrëmba se kisha pate shumë raste në për televizore, shumë gjëra të ndodhin në komite dhe edhin edhe ka vaj direkt, ka më që duhet të vënd të ralloj fëmijët në shtëpi se të vend prapë atje deri sa të rregulloj gjërat të dalin dokumenta dhe të mundet të këtë në kopë, sepse ka periudhën e fëmijës shtëpi. Fillojnë më keq akoma, shqyteri shumë të keqe. Por dhunues ishte? Jo, dhunues nuk ka qenë asnjëherë, jo. Sabrina, në momentin që ti fëmijët i dërzove në jetimore, pra i dërzove në institucion, ti u largove nga babai ty? Në institucion ishin për pak muaj, për pak muaj deri sa të bëhet gjyqiti dhe të dalin dokumentat e me që të mundet të posin në një kopë. Por ti u largove nga babai tyre? Ti u largove nga babai? Jo, unë fillova të punoj, me një shpresë që ai do ndryshonte, duke vajtë më të psikiatriku të gjithmonë, duke i shkuar dhe i laqet e tia t'i pagoj të gjitha atia, duke marrë edhe mendimin e psikiatriku, duke u përpjekur për ta kutu në një program, ai nuk donte. Ai do të vetë hajnë ato i laqet edhe po t'jende të binte. Por çfarë ndodhi më pas? Të viste natën, to bënte. Por sa qëndrove ti me këtë person, që ishte i papërgjeshëm dhe... Kam qëndruar tani deri në datë 15 shkollë komunikat të duhetët, nëse jetja në kohë të pak kështu ekstreme, filluan ato zëndat, ai filloi të pimë tepër, filloi të vjedhi dhe vinë shumë nga që bëhen shillake, i kërkonin letët, i jepja unë borxhat atyre njerëzve dhe sa më vitet në pallati, edhe pallati që ka frikë se problematik, qonë kështu ata që përdorin lëndë. Edhe ku ka të ndisë vajtë dhe të herëve në polici, po atje të tonë që kë nuk është për ne dhe i këmi në qendër rehabilitimi se në jenë komisariat dhe nëse zgjidhit që jemi të detyruar ne dhe i që të zgjidhit të problem. Pas t'i vitë të veç pa të dojmë jetën të ti. Në momenti që u largove nga ai, ku shkope? Ika, mora 3 vjetin dhe ika në një isku. Ika në isku, këtu për jam dhe tani, ika. Po me fëmijët, çfarë po ndodh? Me fëmijët me unë pres të vetë dytje në datën 15 prim, dhe shikoj çfarë do më thot prokurori, ai duhet i njohë lëris fëmijët, që të ikën nga e me i shqiptari, që janë futur në certifikatat e tij, duhet ta zgjidhja ai këtë problemin, se vënd se ai nuk i ka fëmijët e tij. E kupton? Duhet të bëj këtë dhe pastaj të vendosi prokuroria e kujdestarinë e fëmijëve dhe ta kemi si do t'i takoj ai fëmijët. Edhe një ditë që më merr në dërgon leta në Messenger, më thot mua ke timosi këto letra, ka qenë unë atje, unë datë 23 shkotu nuk kam qenë atje. Thonë si kam iku, s'ka marrë mobileta, si kam marrë për ti, kur në ato duken, nga recepcionet dhe nga të gjitha. Por çfarë letra është bëjtë fjallë? Ka kamera, ka çdo lloj gjëje. I bëri se ti i bëri, edhe më thot mua shiko, po ju po ndjekit policia, njëra tjetër të që që kam bërë unë, po më përdet për i natë, të më këtej mua në brata dhe më të takome, se një kam dhe me pësa, po më ndua në pare të mërë me të gjëra, se ai nuk ka si t'janë trafajta, të të motivetën, dhe do të ketë një njeri, ai do të ketë një njeri që t'i pagoj gjirati dhe ato gjërat e tjera. A dhe ato që përna i përpumit i bërë për kapricion, jo se i do shumë. E dashur Sabrina, ndërkohë, fëmijët janë regjistruar në martesën tënde të parë? Po, ligjërisht sepse këtu është ligji më thanë që do regjistrojnë ligjërisht në emër të personit që janë marrë, pastaj do vetë gjyqi të bëjë rregull testin në DNA,
që të hidhen fëmijët me gjykat, se do gjyqë në bëjnë pjesë, nga që janë përra në ates. Por shteti grek, do që t'ja njohë atë si? Shteti grek tani, a i thot vetëm Angjel, o Dimitri s'ka thënë një herë, e le thot vetë që ka bërë a i. Unë mora vreme pa dhe ka thot sot, a duka tja ka vajtë të prokuroria, thot ne nuk dim asgjë, që ka bërë a i ka bërë pa ligjitërisht, nuk e të si ka bërë dhe me të i ka bërë. Ne nuk dim asgjë, sa përkolloj, ajo nuk ka burë prokuroria ajo fleta. Se unë e kam burën e prokurores të fëmijës dhe do më kishte informuar nga prokuroria. Dhe tani ti merr vazhdimisht kërcënime nga ai. Po, unë marr gjithmonë kërcënime, psikologjike, jo do ta rizbet, do gjej një mama tjetër për Angjelo, nuk thot ndonjëherë për Dimitri, dhe për djalin tjetër për të dytë, vetëm për Angjelo. Angjelo është nuk e don fare. Angjelo është fëmia i parë. Fëmia i parë, djali i madh. Po, Angjelo. Ti vetë sa kohë ke pa i parë fëmijët? Fëmijët tani që i ka i thasë që do i thasë do ndryshoj vënd deri sa të bëjt gjyqi dhe bajtë të tjerë ditë problemin dhe më tanë po i të ndryshoj vënd sepse a i u bërë shumë i rezikshëm duke të mua të vejde shpirtërinë e tjerë dhe të trëmë, si do më thënë, që i bëjnë këto ata. Dhe të mbajmë e du në atje do me thënë një mënyrë që të trëmë dhe shpi mos të ikës. Dhe kisha provuar të ikja, po më mërë dhe pasaport dhe nuk e di qaj bëri për një javë. Edhe pastaj u kthye pasaporta në shtëpi. Nuk e di çfarë bëri, duke pastaj duke u marrë me ish bashkëtortin tim, më duket se ka arritur të në vetë pasaporta ime, por nuk e di mirë këtë gjë. Sabrina, ndalemi pak. Ti po më tregon që burri jot i dytë, pra partneri jot i dytë greku, është lidhur me bashortin tënd shqiptar dhe duan të të bëjnë keq ty? Po, duan të më bëjnë keq dhe të me ish vjerën time dhe ajo më tha shumë, njeri ka du të kanë bërë listikat, apo kur do jetë nuk e di tatën për shka është jo nuk personal, që të kanë bërë pasur, ne kanë mamë njërë për një të një djali të ta personal, jo ka i është një herë. A i do se kur zi kjo fare, tresin të gjitë edhe familje të tigre ku ka folur në ata, nuk e di qa bëj, mua deshin në ata këtë të më mdunge në spendim, nësa për të mbajtur kujdestarinë e fëmijëve, po unë nuk jam e që më ndu, se mua më thave të kujdestaria të ikta, se këta do të bëjnë kejta, janë të tek apo të bërë shumë e këta të hedhin firma pasën se bëhen për në gritit të gjërë, të hedhin firma pasën dhe mbëllin në një firmi, kështu që të do kurojës ti dhe të marrë nga të kujdestarinë e fëmijës. Por ti je munduar që të flasësh me bashortin të parë që pse i bën këto gjëra? I fola një ditë këtu, a i më tha po që unë nuk di asgjë, se i kishin në orën 4, ka punoj në Kanjata dhe këto ta mund t'jem punë të mamashime, tha që merret me latte. Unë s'di gjë tha në këtë gjëra. A i thot, ty greku thot unë flas me një gjërën tëndi dhe ajo ta nuk më thot për ty 500 gjëra do me thot. Flasin bashkë. Se ka dhe qikinata jo nga që unë dava unë me djallë në saj. Gjithmonë më ka shumë, tikë dobër, më ka në sy. Edhe gjithmonë me kërcënime, unë tani nuk i kanë për në gjirë, nuk ka më pajsa ata artine dhe nuk janë të starë, nuk mund të rejme ata persona, se kësu kam dhe për shumë pajsa. Dhe gjënë gjithmonë historira, edhe para të kostat një vajzë ku para 2 mos dhe vdikë, sepse tinte su lëndë narkotika i shqiptari, ishte një ruman dhe vdikë, dhe unë nuk do të jetë e radë, këto me të për qa është jo mos jetojë. Po me ish vjerën tënde, ke folur? Në më thëmë se shvivje ka... Më tha doli, unë e kuptova që doli më një, sepse telefonata të gjitha mund të hapen, ajo tha njëri ta të në politikat, apo se kur të jetë një zote dhe duke filluar duke sha, dhe duke bërë dhe unë jam shumë e sigur që ata flasin, bashkë një tjetër. Po ndërkohë me djalin nga martesa e parë, vjera ta lë që të flasësh? Ta shikot e fundit, ndoshta ata përpiqen të marrin kujdestarin e djalit, to kohët e fundit që ka shkuar në zëta dhe me greku, ne mëson ajo çonin që u dallën të saj, fëmia. Që të duket ndoshta të bëjnë regjistrime, që të duket ndoshta tek ndonjë avokat i tyre që të marrin kujdestarin, por nuk e bëjnë dot. Se po supon darja në Shqipëri nuk e mirë dot ai kujdestarin. Edhe kanë thënë të vend të bëjnë darjen në Shqipëri, me një mënyrë do veni, do ta bëjnë ligjërisht, jo pa ligjërisht të mësuesit më në një të mbasë të në Greqi dhe të marrë një certifikat vdekje, se nuk bëhet këtë. Jo, për kjo është të mërshme. Do mësohet do me thënë një ditë, nuk e ti po më kupton. Dhe janë për të modës, të që i brasin femër, edhe marrë certifikatën e vdekje dhe shkruan çfarë duan në dosje, edhe së të beson më njeri. Kjo është të mërshme. Po ma më vika kesh që djali i madh kur të del në telefon, thot fjalë jo të mira për ty. Po, e mësoni gjithçka vetë, mëson ajo Korina nga që unë dava me babajnë e tia.
Sa kohë ke Edhe pa... gjithmonë ajo me dhe me këtë direkun që të duke të që për mirë, ajo ati do t'i bikeq. A i ta kena shpresin edhe shpinta, e kanë shumë nësë të pek dhe unë atë jam përpekë shumë herë. Ta një mojë të mos formë nga familje, se të unë ti më mindat të se të farë jam, po largohë se i do të bikeq. E kupton? I them dhe ti, mos mbaj kontakt me ata se të kanë një mësu, si punë. Zënë këtë i them largohë, gjeta të ka e më njësë mund, i them mos të mërë më me ata, se do të pinë aty dhe zhvinatë zi. Po djalin e madh sa kohë ke pa e takuar? Djalin e madh gati 3 vjet. 3 vjet nuk e folli çonin, jo nuk do të pasjell çonin, jo filloi me kupton. Do ta mbaj unë. Jo në kret nuk do vish asnjëherë se po edhe këtu po të ato pasportit në duan ngul me ti. Dhe unë ka frikë sa i bën vërtet se tha unë burgun e kam shkollë. Unë se kam problem pas vetën po edhe kështu po dhe ky tjetri 7 vjetë ti kam bërë. Më tha jo më maja i pasportit tën se ka problem, do i bëj 8 vjet të tjera dhe nga ju kam çfarë të tua, se unë ja kam me mesazhe që ja kam. Por i ke denoncuar në polici? I ke denoncuar në polici dy ish partnerët e tu? Të vete në polici, po vete në polici ata të kalojnë për shpiune dhe të përcënojnë. Nuk vete unë në avokate, se po të vete në ato avokate në ajë në avokate dhe në përcënojnë të dyra, janë të të merës, nuk e ka problem burgun. Ku të vete unë, të mësojnë shpiune, bajta një 2 herë, mësojnë të shpiune, më bojë gjithë shokët e tja të karites ata të dërgojnë dhe më përzinin ata në zi ka gjatë. Ku merën do të? Se dhe policia të thot aje që përqen në rehabilitimi dhe ti mos më me atë i këndrysho shpit. Të thot vetë, shtetit, të thot ne jemi komisariat. Në moment të esë të ka raku. Nuk të ka, ne nuk mund të bëjnë gjë. E kupto? Por ndërkohë familjarët e tu që ke në Shqipëri, ju ke treguar problemi që ke? Ju kisha thënë shumë herë, por nuk e di po kanë folë dhe me ata që ka thënë ndoshta për si me shtit që vajza jote nuk është mirë, dhe më doshtin mua ata, një po që përkojë ndihmë me në njëcuës. Për që më doshtin nuk e di, unë tas kam nevojë i tas përqetuës, dhe unë po kaloj 500 gjëra, këtu që si kuptoni. Merja dhe dajon, dhe qaja dhe në kamerë, edhe da ishë nuk kuptonte. Nuk kuptonte asë njeri. Pra njërë dhe së kuptoj sa i direkt në qakon të natat të nuk trasën, edhe për të të përgjigja, sa erë isha unë shqip, dhe unë nuk shpreza ndo dhe kaqë më dikose që këpot përgjigja të më dhe kisha në të shafrit. Edhe ande nga shqipëria që vende kënë në Kalitea, më më ta një shumë shqipta, nuk të them emri se ka këtë tua që ta ja, më ta Sabrina ta X, sa i do të bëj kejk, se e mere dhe në shqipërit e tyre. Ndërkohë që edhe familja jote në Shqipëri nuk të ka mbështetur. Nuk të ka besuar në atë që ju ke thënë. Nuk më kam mbështetur, fare. Nuk më kam mbështetur, me motrën në kohë se gjithmonë i thoja për një gjë dhe më thoshte mos nuk vjen mirë. Ta shumë mirë, po sa një të më kuptoj, ta një i kote fundi që më me mami vetë, dhe babi. Me babin gjithmonë kontaktet i kam fatur të mira. Po ka që nda i kërë fundi nuk më se gjithmonë që ta lija në telefon, se mami më shumë mami këtë internetin. Ndërkohë ti e vetme fare, jeton e vetme, në një ishull. Po, e vetme, po, në një ishull, kam vajtë dhe një pësuririn dhe kam dhe njerës të tepër që njohë, që ja shumë njerës të mirë. Mirë, të paktën pas ke njerës që të rinë afër dhe të... Po, kam shumë njerës që më rinë afër, nuk jam vetëm fare dhe jam njerës të mirë, njerës familjar, njerës të të stafë. Nuk jam vetëm, që në do vjene një në spisa. Vetëm fare, se nuk dhja dhe më të veja. Kam njerës do me të në ndryshi, por jam dhe në përishullet të tjera, kam dhe dajo të mami, kusurin të pakë mami, që më ka së nga ta ishte për të bajtur, po bajta në një vend tjetër se gjeta një punë aty. E qartë. Po. Sabrina, të ka marrë malli për fëmijët? Më ka marrë shumë malli, gjeta po që të bëj, nuk kam në që të bëjna një kam në fritëve të shpëtë, nuk i kam më bërshim, asë në rëmë sociale, asë avokatve, nuk e di jeta të më greqisht biznes. Për i pëmëtoj, janë bërë shumë gjera të në ngritim në këtë të sociale që i japi të shku dhe nuk të të do, s'keta të përës, më mirë puti averapi. Që të shkutot kokën se unë nuk i kam më besim atyre, ka them sinqerisht. Ndërkohë, me fëmijët të paktën flet në qendër, qendra ti nxjerr në telefon? Fëmijët angjër më vetë të bën atje logoterapisë, dhe logoterapisë së ndihmuar shumë, se Dimitri akoma, thot mami, mama, nuk di akoma. Mësojt atje se këtu i mësojnë, i edukon dhe në kokës, kanë kopsin e tyre, si vend gjithë të tjerë për fëmijët jashtë, bëjnë drastiriotit e do me thonë aktivitete. Fëmija i vogël sa vjeç është, djali i vogël? Është 2.
2 vjeç. 1 vit kanë diferencë, po, 1 vit kanë diferencë të Angelo. Pra, 2 vjet pak më. Po. Djali i madh është 3 vjeç, ndërsa djali i vogël 2 vjeç. Ndërkohë që djali i vogël do ta çojë në një familje? Po, djalin e vogël, që tani para vjetorit kishte 1 muaj që rinte tek një familje, po në shikoj, ja prap vjetoria se janë detyruar të sjellin në takim. Sa herë shikoj Angelën, se silloni data. Jo, nuk e fëmija ishte shumë mirë. Nuk mund të them fëmija nuk ishte mirë, po do në të rinë të vaj, shikon të vaj, dhe të vaj të isajrë që bëja përse pujna dhe riskus Dimitri. Qatë, do me të në kishte enja, kishte shumë e rakë dhe në një sajrë dhe të psikologën. Djali i madh ka ngelur vetëm në qendër. Se vllai ka ikur. Nuk e do të Dimitri. Është kjo. Ti tani ke një luftë, një betejë për t'i marrë fëmijët pranë vetes. Po, tash shqiperesh në prokuroria në mëngjes ka vajtur avokatja më thaj që çdo gjë do bëj mirë. Edhe nuk e di çfarë do bëj. Tash ajo familja që e ka për kështu për ajo do shumë, atë kanë përse. Ata duan shumë se s'ka familje dhe këtë ka unë prej. Meraku jot i madh është se kjo familje mos e birson djalin në fund. Po, mos e merr për gjithmonë, kështu si edhe në kompleta që i ka bërë babai tyre grek dhe kjo mund ta ketë bërë top në një pjesëtar i familjes së tij, që nuk kanë fëmijë. Ndërkohë, ti e kuptoj, ti nuk ke informacion ku jeton kjo familja? Jo, nuk kanë fare se thonë ata që nuk lejohet, nuk e di çfarë bëhet me këtë. Unë fëmijën kërësimë në të ka parë shumë mirë, ka parë që e duan shumë. Nuk ka patur, do me thënë, kështu se duke i foto, sa që të është, kur shikon të rruajnë e tjerë tim përshën si superlog, se të kam të ruar dhe foto, dhe ajo është të fotoa që ka qenë duke qartë, se do në të rritë me angjë. Edhe, kërndajsh nuk të që mërë të ajo tjetër, qante, kur i mërë të psikologi që ta qante, nuk të rrëti të shikoje ku do vend të fëmija, të më thënë. Nuk e di, pse i bëjtonë, nuk janë njëri keqë, në këtë mos e di më kush fëmija. Se kuptoj, dhe ligjerisht po edhe kështu si ajo ndjenja, dhe më thënë, për çfarë arsye, kam frikë se mos vete unë edhe nga pa ligjerisht, nuk ta bëja kuptonë që të bëjtë qëta të parishme, kur unë vetë kam vajtë në rritë të përkojnë dik, nuk e di po më kuptonë. Të kuptoj qartë. Po ndërkohë, babai i fëmijëve ka shkuar ndonjëherë në qendër të takojë djalin? Këto kohë të fundit a ka gati 3 muaj pa vajtur fare, nuk vinte, po që unë do vishë, besa gati e tundja e shkundja i në botën e tia se bënde dhe këtë terapi për të këto narkotike dhe metet sa i lasit të quës dhe për tonë, vetëm bëndë të fliste. Nuk ishte orenë si të vinte. Më thonë të bëj fotografi dhe mi të regojnë shikojnë dhe në foto dhe preke, shkështu Angelën e ka shumë të këtokët, po për Dimitri nuk janë tje fare. Po si ka mundësi për djalin tjetër? Nuk e di fare, ajo ku bëndë më për shtypje, nuk e di fare, më për shumë për shtypje. Nuk e do fare, vetëm djali im thot, Angelu a im thot, vetëm e ka shumë të këto bët Angelu. Angelu që ka më në emrin e Dajos dhe të zajt të ti që ishte këmbëtar, në ngriti që ka vdekur se Dimiti që ka më në emrin e babajt tjera. E kuptova, por Sabrina, kjo familja greke që e ka marrë djalin, ndoshta mund edhe ta ketë birsuar, ti i ke parë letrat? Po, unë ato letrat që me dërgoja i më shëngjit nuk e di parë qa janë, a i ta që shiko, ta sa erdhe në punët e ka një zërë dhe ke firmos ti, po s'ti bëhet i tasën ta ka firmos më kur nuk isha unë atë i tasën. I ka bërë a i në pasaport në kimi që më gojë, si burta i ka bërë që të gjitha. Se asë avokat janë të gjitha asgjë, edhe prokuror janë të hajtë fare për të gjëra që janë. Por do të thotë që bashkëshorti jot, babai i 2 fëmijëve, ka firmosur dhe ka dhënë për birsim djalin. Po, edhe i do bëj njëtjen e Angelos, a i ka bërë, Por ti e ke shumë të vështirë për të fituar këtë betejë. Po, nuk kam që ta kemë për të vështirë kur unë nuk kam firmosur. Se a i nuk mund të firmosi për një fëmijë që nuk ka bërë ashtë të në ajo, e ka bërë të palishme. E qartë, por je këshilluar ti me ndonjë avokat letrat që të kanë ardhur ai zarfi? Po, i thash avokatesh që kishte ardhur një në shtëpi dhe lexon këto dhe këto, edhe më tha që po shkoj direkt te prokuroria, kishte vajte prokuroria edhe të lutem, Sabrina. Çfarë shkruash në atë letër? Shkruash se çfarë shkruaj që fëmia do me do jepet për ndryshim të një familje, ose që do bëhet ajo testi
për t'i njohur ai, po s'u bën një test. Ai data 15 ka gjyshin, nuk e di tani. Sabrina, në qoftë se në atë letër që ty të ka ardhur, është shkruar që fëmia është dhënë për birësim, do të thotë djali jot I vogël është birësuar nga ajo familje. Nuk vet, kjo se nuk ka vul prokurorie, A ke bërë ti denoncim? A ke bërë ti denoncim për këtë gjë? Kur ti I thash avokatës dhe ka vajtë sot te prokuroria, se prokuroria është ajo që ka çështjen time. Prokuroria e fëmijëve të vegjël dhe ka vajtë sot dhe më mori kur ishte tek prokuroria, më thotë jam këtu dhe do s'ja lë çështjen. I ka bërë babai dyre të palistë, nuk e di si ka bërë, po I ka bërë ai. Po mirë. Më thanë ande nga qendra sociale, por nuk ka firmosur gjë, se nuk bëhet post firmosur, si do t'i japim shumë. Jo, e qartë, unë e kuptoj që ti nuk e firmosur, por është bërë si është bërë, ne nuk e dim si është bërë, ai fëmijë ka kaluar për birësim. Ti duhet ta denoncosh këtë gjë. Me të fuma një familje, por nuk duhet të çoj gjëra sole, se nuk do të gjithë një gjë kështu me denoncime dhe me di. Po më mirë të gjithë kështu me mirë kuptime, nuk e di po më kupton se me ata nuk ja del dot. Dëgjoj mua çfarë po them, sepse I ka provuar të gjëra. Ata mund të bëjnë dhe këtë, e kupton? Mos të fusin në ai mendim. Dhe do më duhet të futem në një ekspendim. Se një vajzë këtu në Greki që do të merr fëmijën e saj mbrapa u fut në burg pa bërë asgjë. E kupton? Çu të bëjnë ata? Fusin në një burg pa bërë asgjë dhe thonë më maja duhet dhe ai po fëmia po birësim. Unë dua në të vetë as në shpendim dhe dua të bëj. Jo, Sabrina. Sabrina, ka frika nga më kupton. Unë të kuptoj qartë që ti ke këtë frikë, se jeton në një vend të huaj në një. Po, ka frikë nuk dhe nuk e di çfarë bëhet në qendra sociale, se kemi dëgjuar shumë historira dhe ka dhe njerëz akoma tuhet 18 ditë që kërkojnë fëmijët e tyre tek një emision aty që dalin se quhet Aliga Medizina. Po. Kur dalin dhe pinja po kanë marrë njëri fëmijë dhe mbas 18 vite u ka ardhur në shtëpi letra e fëmijëve për vetësta dhe në spital nuk posin që I ka të fëmijë. E kupton ka shumë historia. E qartë, edhe në Shqipëri. Sabrina, edhe në Shqipëri ka plot histori të tilla. Por po ka frikë, nuk ka të bëjë shumë rëndësishme të më ndjek mua ta një të tërë. Sabrina nuk ka rrugë tjetër. Vetëm rruga ligjore është ajo e drejta që ti të kërkosh të drejtën si nën. Lidhja nuk ka gjë ligjore, po ku të vetëm unë? Ndërkohë ti ke gjyqin e radhës dhe gjyqi I radhës bëhet që ti të marrësh fëmijët I kthesh në shtëpi. Gjyqi I radhës është për babain biologjik që të njohë të dy fëmijët dhe pastaj të bëhet skres nga prokuroria si do ndahet ajo kujdestaria. Ku do të marrë fëmijën? Po. Ndërkohë që ti po lufton që ti marrësh ti kujdestarin e fëmijëve. Po, se ai nuk është I saktë, dhe gjithmonë fillon me mesazhe personale se po ta angjelo po do ta marrë. Po ti nuk do ta shikoj, më do filloj të do piçat të duan jetën time, do gjej një mandat tjetër, me ato drogaçes ka tjerë ai, sa I drogor. Kushte e prokurorit të japi. Fëmijët e familjes shumë të lesuar njerëz, ta kanë qenë me fëmijët, nuk I kanë dashur, se qendra sociale kanë thënë ata s'ka vajtë jetë të shikoj fëmijën. Nuk e di se si bën këto gjëra. Pastaj po më thotë kanë pronarin të pasur, po që ta japin fëmijën në një vend, duhet të shikoj këto prokurori. Ke kërkuar ndihmë në ambasadën tonë? Jo, atje nuk kanë vajtë fare, nuk kanë vajtë në ambasadë, nuk e di. Si ti ka qenë po shikoja si të ikja që andej se nuk po të nkeq shok të tia, dhe të më shumë se më bërën me bullin dhe ika të andej. Si quhet babai I bashorti jot I parë? Arbër Bombaj. Po ai sa vjeç është Arbri? Ai është gati 32-33 në të bashkë fare se unë në distancë kam qenë me të dhe nuk I kam pasur mirat me të. Di që ka 19 vjeç ato në lidhje dhe nuk merrem me të parë. Nuk merrem dot me të. Se njëherë më flet shumë, njëra ashtu, një herë po s'di gjë, po shumë gjëra di dhe ai se në fund më tha do të fush shokën në aty, po merr në të aty mua, po se u bashkuar bashkë me grekun, ai diku aty më doli dhe më bën bullying. I ka unë me vrapë, për zotin, nuk merrem do të ata se mund të bëjnë diçka, mund të bëjnë ndonjë kështu, overdose, kur ti shpigje fare, të thojnë gazetat që vdiq nga narkotike, se I ka bërë të shumë goca këto, nuk e di po kupton bëhen edhe këto. Edhe shkruan do se jetë të çfarë shkruan edhe të mëson dhe çfarë njeri. Të kuptoj, unë të kuptoj qartë dhe këto janë të frikshme. Ndërkohë, po janë shumë të tmerrshme se është shumë të që bësh këtë njeri të pafajshëm. Për çfarë arsye kur ka ligje, e zëmë se fitoj dhe babai, në ka të drejtë të komunikojnë me fëmijën, e kupton? Se kanë dhe paret ata të I pagojnë avokatët, ta një mbi për të dalë as pjesë me duken njerëzit të dy si ata të dy.
me këto kërcënimin që më bëjnë. Të betohet. Me duke të gjithë njerëz si ata të dy. Ke frikë nga ata të dy? Po më kanë kërcënuar, po kam shumë frikë, nuk u kam në besim në atyre njerëzve të dy. Po, me këtë që pas tani që u bënde bashkë, jo nuk u kam besim, asnjëherë. E dashur Sabrina, ti po e denoncon këtë histori, këtu live me Odetën. Nëse ish partneri juaj, Arbër Bombaj, do e dëgjoj, ke një mesazh për t'i dhënë? Unë kam një mesazh për t'i dhënë që ai nuk duhet të bëj këto me thunin, ne duhet të zgjidhim gjërat e tjera, se ai shumë mirë që ne djalin që të dy e di shumë mirë se sa e duan gjyshrit e tij dhe unë nuk do ta bëj ndonjëherë këtë gjë që ta merja nga gjyshri duke ditur se sa e duan ata sepse është rritur atje, po që t'i bëj ligjerisht gjërat, jo të palishme. Di shumë mirë ai sepse janë disa gjëra familjare që në vejtim dhe unë nuk do ta bëja ndonjëherë. Sunin ta heqë ati ku ka zëmër sepse djalim atje do të jetoj. Është kjo e vërteta, do me gjysin e tia nuk mundet, as gjysin tia nuk mundet, paset për babajnë e tim nuk ka i dashuri sa ka për gjysin dhe as për mua. Ka shumë lidhje të ngusht me gjysin e tia. Nuk ndahen do të ata të dy, nga njëri tjetri. Sepse ka i përsi të vogël që të mundesh të shkoja të punoja. E dashur Sabrina, unë sinqerisht uroj të bëhet më e mira për ty. Ti e denoncove tashmë këtë histori. Po që unë të kem komunikim me fëmijën tim, edhe të vetë të takoj duhet, edhe ta marrë me pushime duhet, po ai nuk i planon të gjëra. Uroj që Arbëri ta dëgjoj këtë video, ta marrë këtë mesazh dhe të reagoj. Dhe po shkojmë drejt fundit tani. Besoj se do reagoj, po nuk du t'a lej mama i vetë nga i nani, se ka i nani që në umdam dhe gjithmonë i vona jo. Dhe se që a i du t'a pranoj, po mama i e ti do t'a mësoj dhe të jo. Se kështu dhe gjithmonë gërpyta jo dhe në lidhjen tonë dhe zhjesin gjithmonë. Po gjithësi atë fëmijë ke sjell ti dhe Arbëri, nuk e ka sjell gjyshi janë jetë. E kam sjell dhe kemi sjell dhe në jetë atë fëmijë dhe nuk duhet të shkatrohet, se dhe fëmija ka nevojë për nanë, nuk mund të, për fëmijë nuk shme të dëgjoj zënka. Edhe kësuaj duhet të shkoj të gjithë njerëzit të lumë, dhe ai të zonë kur shikon që prindrit e tij e duan shumë dhe kalon me të prindrit kohë. Por ai shikon që edhe prindrit të vendosin për atë dëshirën e tij, se ai ka frikë ai të mos më marrë njëri nga gjyshi, se ai ka frikë. E qartë. Të bëj gjyshi edhe unë e marrë nga gjyshi, po unë e kam thënë që unë nuk të daj nga gjyshi asnjëherë, se di se sa shumë me to. Mirë. Nuk ka bëja kur nuk të gjë që të ndajan nga gjyshi. E dashur Sabrina, unë të falenderoj që e ndave këtë histori këtu live me Odetën. Ne na ke mbështetje dhe ta uroj me zemër, unë jam vetë nën, të bashkohesh sa më shpejt me 3 fëmijët e tu. Po, shumë doa shumë, po nuk e di se të dohojnë gjera, sepse duhet dhe ata të vendosin ligjerisht, nuk duhet të ketë zënka, këto gjërat nuk janë të mira as për fëmijët, sepse nuk kanë barin të mirë. Nuk kanë barin të mirë, do me thënë kanë një tragedi në punë. Se kemi pas shumë historira dhe nuk dua që të jemi dhe në të radhës me gjithë fëmijët, nuk e të po më kupton. Mirë. Se si thënë ata kështu po veprojnë, që po i bëre kështu do vetë me në burg, duke thënë ata që do ve në burg, do vetë në tjerë do ikim në botën tjetër, dhe nuk është mirë, të zhidhen të gjëra kështu. Mirë, të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Edhe unë të falenderoj shumë Odeta, falenderit shumë. Dhe uroj të bashkohesh sa më shpejt me 3 fëmijët. Falenderit shumë Odeta. Të përshëndes nga Tirana. E kishin marrë ca çuna në fshati saj, e kishin quar në Greqi, iku nga ata që e morën e çuan në rrugë dhe jetonte me djalin tim. Në 8 vjet e gjysëm, Sabrina na një dashnori. Vente dhe me dashnorin, vente dhe me djalin tim. O si kur ta bëjmë tha, një muaj të ri me djalin tënd tha dhe një muaj të ri me Nikon? Ti mbaj të dy tha. Ose çfarë është mi thash, çfarë po ti thash çfarë? Atë se bëjmë kurrë, se kemi bërë kurrë. As për dashnorin që ke tani, as për një. Do kem. Djali tënde kam bërë ta pat kurrë, se ato që më bën djali jot s'mi ka bën njëri në jetën time. Hey, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë në live-in tim do ftoj një zonjë, ai quhet Elida Bombaj. Dhe është ish vjera e Sabrinës njere, e cila para disa ditëve ka qenë një live me mua dhe ka denoncuar problemet që ka pasur me ish bashkëshortin dhe ish vjerën e saj. Sabrina ka ngritur shumë akuza kundrejt familjes së ish burrit dhe zonja Elida Bombaj e ka parë videon dhe kërkon që të hyjë në këtë live dhe unë padyshim do e ftoj për të dëgjuar edhe zërin e saj. Zonja Elida, përshëndetje nga Tirana.
Përshëndetje na Kreta. Më ke telefonuar sepse ke parë një intervistë live me Odetën, një intervistë që kam zhvilluar me Sabrinën. Po. Ju jeni ish vjera e Sabrinës. Ta fillojmë gjërat siç ishin që në fillim. Po. Si e njëjti djali im. Në fillim, djali im ishte në Vlorë. Jetonte me një greke, u ndan ajo grekja, më vonë njëjti Sabrinën. Si e njëjti. E kishin marrë ca çuna në fshati i saj, e kishin çuar në Greqi dhe nuk e kthenin dot në shtëpi. Sabrinën dhe e detyruan e çonte shtëpi e djalit tim sepse djali im ishte vetëm. E mbajti ca ditë djali im në shtëpi. Ajo e pa që djali ishte në gjendje, kishte shtëpi, kishte para, i kishte gjitha. Dhe vendosi, i sa të dua të bëj, vendosën të jetojnë bashkë. Po. Iku nga ata që e morën e çuan në rrugë dhe jetonte me djalin tim. Bas 6 muajve, vete ta takoj, ta shikoj ç'a nuse më mori djalin. Para se ta takoja, më takon një nga këta çunat që e kishte çuar në Greqi. Dhe më thot puna është këtu e kishim çuar atje. I thash, nuk di gjë çfarë bëhet, unë tani po vete në shtëpi të shkoj djalin. Vete e takoj, kur vajta në shtëpi të djali, e kishte barkun te goja. Ishte në bar me djalin. Dhe thash, i do flas tani, ta prish muhabetin tani, i do ta mbyll gojën dhe nuk do flas më. E mbylla gojën dhe s'fola më. Po pse e mbylla gojën? Nese. Ishe kundër kësaj martese? E mbylla gojën se ishte në bar me djalin. Dhe nuk doja t'i bëja të keqen fëmis, thash e vogël ishte, u gënjyja si gjithë fëmrat e tjera. Ti nuk ishe dakord që djali të martohesh me Sabrinën? Jo s'isha dakord. Fare, jo s'isha dakord, Sabrina nuk e njeh fare. Nuk e njeh kush ishte Sabrina. Po. Nuk e njeh, djali e njëjti në Vlorë. Kur vajta që ishte me barkun te goja, nuk u ndjeva, dëgjova disa muhabete, e mbylla gojën, nuk fola. Thash barku te goja, gati për të lindur, gabi më bëri, e vogël ishte, i odha të tëra mbrapa krave, ndonjë 15 ditë, me fëmijët dhe me Sabrinën dhe me djalin tim dhe erdha prap në Greqi. Po përgatitesha për lindjen e djalit. Ja bleva të gjitha gjërat nga Greqia, ja çova djali për lindje. Të tërë, vajta dhe në lindjen e djalit. Astaj erdha në Greqi punonin. Bas 5-6 muajsh, marrim Sabrinë e bjem në Greqi që ta njëjtë burrin fëmin. Të njiheshim me fëmin. Se unë e lashte 10 ditë fëmin. Dhe ika në Greqi prap. Po. Dhe erdhi mbas 7 muaj, 6 muaj, do të gënjej nuk di se sa ishte, kur erdhi djali këtu për herë të parë. Erdhën ndonjë 2 muaj, ikëm prap në Shqipëri. Vendosa me burrin, ta marrim dhe djalin tim, edhe Sabrinën dhe fëmin t'i bjem në Greqi. I prunim në Greqi, të punonin. I mbajta 1 vit pa punë, punoja unë, ushqeja ata, se djali s'dite do të kish dokumenta. Punoja unë, ushqeja dhe që të tej ushqeja unë me burrin dhe me djalin tjetër. Po. Nejse, bas një vit e ca, gjetë në shtëpi me njanë, unë dan me njanë në shtëpi të tyre. Po. Dhënjen, rreth 9 vjet bashkë. 9 vjet në një bashkë. Dhe nuk janë pak, 9 vite. Në 8 vjet e gjysëm, Sabrina na një dashnorin. Vente dhe me dashnorin, vente dhe me djalin tim. Po ju këtë E kishim pa një aty gratë, më falë, e kishim pa një aty gratë mia, dorë për dorë me Niko në pazar, dhe i thanë, Sabrina, do të shikoj Lida, nuk janë gjëra të mira këto që bën, se ajo është bërë copa për tyja. E ku do më shikojnë mua ata? Nese, gruaja ku ka dashnor, ndryshon. I them djalit, ka ndryshuar gruaja shumë, ajo grekja mua ma tha, po unë ka thash djalit shumë. e qartë. I thash, gruaja të ka ndryshuar. Djali më po ktheu përgjigje, s'ke punë me gruan time. E mbylla gojën dhe nuk fola. Po. Prap e mbylla gojën dhe nuk fola. Dyti gabim. Po me Sabrinën ti në ato kohë arrite të flisje, kur zbulove që ajo po e tradhonte djalin tuaj? Me Sabrinën, kur rinte në shtëpi më njanë, kishim 4 vjet të flisnim. Po pse nuk kishe kontakte ti me Sabrinën? Çfarë kishte ndodhur mes teje dhe Sabrinës? Sepse Sabrina ishte psilomit, e kishte unë të madhe, mbante përpjet shumë. Bënte parea me gra jo të mira, që mua nuk më pëlqenin, dhe ajo në shtëpinë e saj dhe unë në shtëpinë time. Ati vajta në shtëpi kur dhe as më erdhi. Si rash me qaf, s'më ra me qaf.
Erdhi dita që do ikte, kishte 6 muaj që kishte dalë me Nikon. Që dilte xhiro me Nikon, vente në krevat dhe me djalin tim, vente dhe me dashnorin lart e poshtë. Dhe mbas 6 muajve që kishte shqesi me Nikon, djali nuk dilte dot jashtë, se s'kish dokumenta dhe të punonte dhe 2-3 herë që kish dalë për punë kish ka policia për punë e letrave se s'kish letra. Ishte dhe i pleksu atje ku ishte punë e tia, jo në atë gjendje që e bën Sabrina, megjithatë ishte i pleksu. Sabrina ka deklaruar në intervistën e parë që ai ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Ka qenë. Po jo në atë fazë që e bën Sabrina. Pyeteni zonjë Sabrin, e ka goditur ndonjëherë djali im? Mua mund të më godiste, po Sabrinu kur? E mbate shumë lart në atë të. Nese, punë e tyre. Mbas 6 muajve, që donte të ikte me dashnorit vente në Athinë, i vë policin djalit dhe ka policia djalin. Brenda në shtëpi, djali ishte në gjumë, ajo la derën hapur, lajmëroi policinë, e morë policia dhe futën djalin brenda për dokumenta. Dhe i gjetën dhe pak o gjën lëng narkotike. Voçin e tij. Pastaj, mbas 1 muaje, zonja Sabrin me Nikon, unë i dilni në shtëpinë e djalit tim, një 2 herë kishte takuar burri dhe thosh që është kushuriri im. Po djali i vogël me kë qëndronte, në momentin që babai ra në burg dhe Sabrina nisi bashkëtesën me këtë shtasin gret. Ditën e mbanim neve dhe natën e merrte Sabrina. Pra ju kishit kontakte me Sabrinën? Po si, djalin e arritëm. Po në momentin që ti zbulove që ishte vetë Sabrina që njoftoi policinë që ai të binte në burg, nuk pate një do arrim dhe aty. Po. Mori dashnorin, mbas 1 muajve unë do iki në Afifa se kam gjetur punë te një avukate që ishte këtu. Po mirë, do të ikësh shik, mori djalin, mblodhi çka kishte për të mbledhur, ne na tha do iki me aeroplan. Ajo iku me karavë me dashnorin se mori plaçkat. Plaçkat e djalit tim, na shtëpi e djalit tim që e ndërtova unë, nuk i la djalit asnjë palë të mbathura. Ja hodhi të tëra poshtë dhe i mori ja dha dashnorit të tëra. Asnjë fotografi të djalit nuk më dha. Asnjë fotografi të djalit. Nëse ne dim se groja iku për punë në Athinë, të veshi tha burri, mbar ta bëj zoti të punosh. Iku në Athinë. Mbas 9 ditëve na merr në telefon. Të vini të merrni djalin se nuk më lë të punoj. Ngrihet burri. Atë ditë që na mori në telefon, ikën në Athinë, jemi 5 metror me draget, iku në Athinë, mori djalin dhe djali në orën që vajti ta merrte burri e prujte drageti, dashnori Sabrinës. Dhe burri merr në telefon Sabrinën dhe i thot: "Kush është ky që më pruri djalin? Është i dashuri im thot." "Vaj," thot burri, "po kur u ndave me djalin tim, edhe kur e gjetë dashnorin?" Nuk i ktheu përgjigje. Mbaroi puna aty, iku. Mbas 5 muajsh, Po. na merr djali nuk e merrte një telefon të pyeste si nën ku është djali, çfarë bën djali. Asnjëherë nuk e merrte. Këto 5 muaj. Por në momentin e dashur Lida që ajo i ka thonë bashortit tuaj, pra ish vjerri që unë jam e të dashur, do thotë që i kishte dhënë fund të lidhjes me djalin tuaj. Po ne në Angri Papes, të na thosh një grua që është zonjë që do të iki, atë derën i thot burrit mirupafshim, der tu ishte ikën si zonjë, jo si ajdute. Ikën si zonjë, jo si ajdute. Dhe çfarë ndodhi më pas? Punë e jetë e saj, mua nuk më intereson se çfarë bën Sabrina. Edhe mbas 5 muajve, 6 muajve merr burrin në telefon, merrte djalin në burg, i thosh më fal, të dua të bëj mbas 5 muajve që ishte, ajo e futi djalin në burg. Unë e dija që në fillim që ajo e futi djalin në burg, po djali nuk më besonte. I thosh që ajo ta bëri vari, më thosh jo, sepse unë e dija që ajo kish nikon dhe djalim nuk e dinte që ajo kish nikon. Por ju djali do kishte treguar? Unë e dija që e kish nikon, djalim nuk e dinte. Si ja kisha thënë? Po ju si në, nuk ja kishit thënë djali që ajo po ju tradhon me dikë tjetër? Pastaj kur u fut në burg djalit ja thash, ajo ka dashnori thash. Na dërgoi djalin mbrapa thash që ka djalin ka dashnor thash. Mbas 9 ditëve që na erdhi djali në shtëpi. Mbas 9 ditëve. E dashur Lida, përpara se të vazhdosh dua të bëj një pyetje. Ti nuk mundet do të flisje asnjëherë me Sabrinën për të mësuar të vërtetën nga goja e saj, sepse sido që ti të lidhte me Sabrinën fëmia,
Ti e gjyshi, ajo është nëna. Kush e ndaloj të mbaj fëmijën e saj? Jo, E ndaluam ne? Jo, ti ja komunikove me Sabrinën, që çfarë po bën? Komunikova. Dhe i thash, varrin djalit tim ja bëre ti. Jo, thosh. Jo. Pastaj më mbrapa e pranon. Bas 5 muajve kur erdhi këtu te shtëpia ime, bas 5 muajve me barkun te goja, 5 muajshe me bar, me dobiçin që kish në bar. Po mirë, ti jemi pak të Erdhi kujdesshëm. natën e parë për zura. Natën e parë për zura, s'ke punë më në shtëpinë time, i thash. Më merr djalin nga burgu. Mama, bëhe për mua, më do prap, do ta gjej për atër të fëmijëve, me atë, me këtë, e ëngra turpin me bukë e futa brenda. E mbajta 6 muaj, me të ngrënë, me të pire, me të la, llogarite. Ishte 5 muajshe me bar, nuk ishte vajt një herë në doktor. E çova unë në doktor, ja bëra analizat, ja bëra të tëra, derisa lindi. Ajo ishte shtatzën me shtetasin grek. Me shtetasin grek fëmia. Por Erdhi djali që ta pikoni. djali juaj nga djali nga burgu e fali, e pranoi, edhe pse ajo ishte shtatzën me Pranoj. Po. Sepse ditën e parë që erdhi, e pa i biri dhe qante dua mamin. Kur thot fëmia dua mamin, çfarë do bësh? U detyrova, i thash hajde në shtëpi. Të nesme në mëngjes, në darkë ndoqa. Të nesme në mëngjes erdhi në shtëpi. Hajde, vajtje mori buri që në orën 6. Vish djali për shkollë, bëu si e qeshur, bëu si e lumtur, i thash, që ti iki djali në shkollë. Gëzoi djali, erdhi mami, gëzonte djali. Nejse, çoj djali në shkollë, këtu në shtëpinë time, i thash, vend nuk e më, i thash. Ngreu dhe kur të vina puna, i thash, i kanë orën 8, kur të vinë nga puna në shtëpi mos të gjej. Iku vajti te dashnori. Se zonja Sabrin nuk na kishte ardhur vetëm që nga Athina 5 muajshe me parë, na kishte plus dhe dashnori me vete. E kishte dhe dashnori këtu, kur ne venim në punë, zonja Sabrin takonte dashnori në shtëpinë tonë. Ne kur ikim në punë, kur na thot djali, dada më thot, pash Nikon është këtu. I tha burin, se mos ke bërë gabim na ke prur dashnori këtu. Jo, tha ajo. Kur ishim në një vend këtu që e quajna Gjomina, ishte buri me djali, po loste djali me shokët. Po. Dhe shikton papuj thot, Janikua, e pa buri që ishte ai, se buri e kish parë një herë, e pa për herë të dytë. Po. Jo, tha ajo s'kam lidhje me të, s'bëj me të nejse. Në atë situatë që ishte, thash, lere dhe këtëra. Në këtë situatë. Erdhi ora e lindjes, ja pagova të tëra, me analiza, me doktora, me të tëra, ja pagova unë e liga. Unë ja pagova të tëra. I ndënja dhe 2 ditë në spital që i iqa Bebelina. I iqa Bebelina. Unë isha ajo, zgjere keqe, që e ndimoja në spital i iqa Bebelina. Mbas 2 ditëve që unë ndënja në spital të kajo natë ditë që erdi në gjëndje, i thash do iki në shtëpi të bëj një banjo dhe të tërgoj burin, të tërgoj dhe gjallë. Ajo kish fol me djalin në burg dhe ishte zën me djalin që nga burgu, kish fol në spital dhe ishte zën me djalin në burg. Dhe unë nuk e dija kush ishte Niko, se kisha parë. Kur e pash më mbrapa, a ishte atje në spital me mua, bën terroj me mua. Unë nuk e dija kush ishte, se kisha parë në njerë. E qartë. A ishte në spital me mua. Vete buri i qonë supën, i rinde e ftot burit. I tha burit, qa ke qëri këshu, tha? Ke dhimbje, ke nojnë gjë, do nojnë gjë të bjem, tha. Vendosa, tha, do iki me burin tim, tha. Të ikësh, i tha burit, kush të mbaj me pa, do të mbaj me, tha. Të ikësh, i tha. Nejse, erdi buri poshtë, i la supën atje, erdi poshtë, erdi në shtëpi. Ajo si përfundim doli nga spitali, iku me dashnori. Bas 4 ditëve që doli nga spitali, më vjen prap të dera shtëpisë. Çfarë do që erdhe, i thash? Ansi ike me dashnori. Po je unë vajta të sqaroj disa gjëra të shikonte dhe ai fëmijën e tij. Për jashtë thash, dhe më në shtëpinë time nuk do hysh, thash. E nxora për jashtë. Ajo ishte dita e parë dhe e fundit që unë pash Sabrinën. Lida, ndërkohë me gjithë to probleme që ti po më tregon, realisht, probleme që po flet për nusën e djalit, ish nusën e djalit, më duket shokuse, habitshme, që ja shkoj me tjetrin, beti shtatzan. Kush vjer do liste fëmijën e tjetrit, më thuaj një vjer që lit fëmijën e tjetrit. E qartë, të kuptoj. Lida, po me familjarët e Sabrinës, me nënën, me babajnë, kishte familje Sabrina? U lidhët, ja komunikua çfarë po ndodhte me jetën e saj në Greqi? I jati Sabrinës ka 2-3 herë këtu tek neve. Ka që rritet e çupet tia, e linte tia ti pa buk, vinte u shkeja unë.
Se ajo s'kish kohë se vete briste me dashnori, s'kish kohë t'i bënde t'jati. Njerëzit, nënën dhe babajnë, motrën, i ka njerëz të shkëlqyer. Njerëz për sëmbari, i ka tërpëruar. Po me djalin I e ka saj, shumë prindër të mirë. po me djalin e saj si kishte raportet? Me djalin që po e rrisni ju sot? Shumë mirë kishte raportet. Ajo djalin e merte, bas 3 muajve, bas 4 muajve, kur kujtohesh e merte. Se kishim dalur kur të fliste me fëmin. Dhe që thot, unë një flas keq që djali që tashaj, a se kam bërë dhe a se bëj kur, se nuk bje kur në atë gjendje të vë nipin të shaj nënën. Se kam bërë kur dhe se bëj. Por sot Sabrina kam. flet me djalin? E ka një 3 javë se ka marrë fare. Se ajo ka pretenduar Që të kur ka pak... më fal, që kur ka ikur me dashnorin e tret, nuk ka më e pafi me djalin. Që kur ikur, se Elan ikon me 2 fëmijë, ka ik me të tretin tani. Ajo pretendon që është larguar në një ishull e fshije sepse djali juaj... Me fotografit mund të fundeni në TikTok të shikoni, të pusurat me atë që ka gjetur, dhe i tha burrit tim, e kam gjetë një të mirë këtë radhë. Po se kjo është absurde. Ka ik me Sabrina, është frikacake, dhe pa mbështetje nuk vete në asnjë vend. Gjeti dashnorin që iku, se pa dashnor nuk do ikte. Ajo Do rinte tek Nikua. Ajo ka denoncuar në live intim që ti ke kërcënuar, që djali ose Nikua atë po e ndjekin dhe duan ta vrasin. Më vjen shumë keq që e keni kuptuar me këtë mënyrë, do ta them se si ja thash. Po bret thash, burr më burr. Po kush do jetë ai thash, që do ta ngul thikën tyja të paktën mos jetë djali im thash. Ti ndonjë tjetër thash. Se po bret burr më burr thash. I tërpërove fëmit. Këtë e kam thënë. Po jo se do po e bret djali im me besik. Djali im ka këputur çdo e pafi me të, dhe njerë që foli i tha, për të mirën e djalit do flasim për çfarë të duash, kur të duash më mirë për djalin, do flasim bashkë, si çift kemi mbaruar, sepse Sabrina vendosi kur iku me Nikon që lindi djalin, po si kur ta bëjmë tha, 1 muaj të ri me djalit tënd tha dhe 1 muaj të ri me Nikon, dhe unë i thash, burdello nuk jemi, të mbledhim në rrugët e t'i vëmë në shtëpi, t'i ndërojmë ditë për ditë. Ik me Nikon i thash, dhe rrugë të mbar, dhe mos shko më mbrapa i thash. Me djalit tim s'ke më punë i thash. Po kjo është absurde kjo që po më thuaj, që të ka kërkuar ish nëse djalit 1 muaj të ri me djalin tënd, 1 muaj me personin tjetër. Të betojmë për atë zot. Për zotin kjo është e vërtetë. Dëgjoni këtu, po çet e burrin. Unë quhem Qeri Bombaj. Po. Dhe Ish vjeri Sabrinës. Këtë gjëmata dhe mua Sabrina. Të ri ca ko me djalin tënda, ca ko me atëta, ti mbaj të dy tha. Ose qa është mi thashu qa, por dhe voja ti thashu qa. Atë se bëjmë kurrë, se kemi bërë kurrë, asë nuk e ta bëjmë. I do ishme atë i me këtë. Po pëse unë i mbajtë, qa që pun këti tha mo. Unë i mbajtë të ty tha. E kur vajta një vlorë, bizetova edhe me prindit e saj. Kështu më tha Sabrina thashu. Pse u që manda tha, e po qa të tle muni thashu. Edhe mase. Tani, për ato që thota që duhet të bëndë shmendim, duhet të bëna shumë. Unë i duhet bërë të zjarë kjo se ajo është e regu. Nuk është e regu. Sigur që është e sëmur më tërë. Djali e kërkon nënën? Fare. Po që ka dhe 2 vëllezër të tjerë, e di? E di, që si ka parkur. Nuk i nje vëllezërit. Jo, kur si ka par? Kur nuk i ka par? E qartë, unë Lida dua që të marrë në këtë live edhe vetë Sabrinën. Gjithmonë në live-et e mia mundohem të jem transparente dhe sa më shumë profesioniste kur flasim për histori njerëzore. Ndaj unë në këtë live do ftoj sërish Sabrinën për të qenë në një përballje me ish vjerrën e saj, do t'i kem të dyja në këto momente. Sabrina. Nuk dua të kem asnjë folti me Sabrinën, unë Sabrinën do të shoh surat. Do flasim sepse ato që kanë thënë dhe që kanë kërcënuar Odeta do t'i thonë këtu, sepse më kanë marrë në telefon. Kjo me gjithë punatën e saj, me motrën e Kiriakos, që ka afër dhe më ka thënë që do më vrasin fëmijët, telefonatat mund të hapen. Kjo dhe ka qenë afër, pa jo punatën e kësaj gjë. Intereson, nga goja ime ke dëgjuar gjë? Sabrina. Nga Tira mos kam dëgjuar. Nga Tira më merë. Mua tira më ka të ty. Unë dhe me ty janë. Me Nikon dhe me Plos, po ka mu me Nikon. Po ti ke folë në telefon. U pa perëndia që të dyve. Jo, ti ke folë në telefon, ke folë. Të pa perëndia. Telefonata do hapen. Lida, qetëso, Lida, të lutem.
Lida. Edhe motra e Pilos ka thonë Sabrina. Dhe më ka thënë mua që do më vrasi fëmijët. Sabrina, qetësohu pak të lutem. Sabrina. Më kanë marrë në telefon. Sabrina, të lutem, Sabrina. Sabrina, më dëgjo mua një herë të lutem. Më dëgjon? Po. Atëherë të lutem. Të ruajmë pak qetësi në këtë live. Ti thuaj që më kanë marrë, më kanë kërcënuar. Tani nuk do vi një e moshuar, siç ka qenë zhvirra jote, të vi të vrasi ty. Tani të lutem, edhe ti bëu pak e përgjeshëm dhe mos luaj me... Sabrina, të lutem tani. Ajo grua që ti ke pasur vjerë, po të mban djalin. Po e kuptoj. Dhe ti du t'jesh mirënjohëse ndaj asaj në radhë të parë. Mirënjohës jam, po dhe kërcënimet unë nuk kujtohet dhe se më ka thënë që do më ngulli thikën, dikush do dali dhe ta ngulli thikën. Të lutem, Sabrina. Se po t'jetë për thika dhe për arma edhe mund të vi, po unë sem kriminele. Sabrina. Unë jam kriminele jam të trëmbës. Të piqa, rëndaj. Jam kriminele. Të trëmbës, ku së të kam bërë gjë. Ty me do piqa Ata janë fëmijët e mi, ata janë fëmijët e mi, edhe ti se mëson dhe fëmijën tim të flasjesh, se unë të kam naty nga që do, jo ta mësosh të mësaj. E kam mësuar fëmijët të të shajtjen. Gajnë dëgjon. Sabrina. Nga babaj tia. Zonja Lida, një qetësi të lutem. Sabrina, tani, e dashur Sabrina, unë nuk dua të paragjykoj. Ti mbase për shkak të problemeve që ke pasur aty në Greqi, ke bërë një jetë jo të mirë dhe tashmë mund të jesh në një situatë jo të mirë. Por e dashur Sabrin, nuk është normale ti thuash vjerrit tënd që të rri një muaj me djalin tënd, një muaj të rri me shtetasin grek. Tani dhe këto gjëra nuk janë normale, nuk është jetesë kjo Sabrina. Si kam thënë? Kështë e përgjigjet atje vjeri. Që ti jetosh mes dy burrave. Si të kam thënë? Nuk e thënë që ca kotri me Nikon e ca kotri me Arbin? Jo, s'kam thënë. Unë i kam me Nikon, se vate dhe Nikon mua më gërcënoj. Se ki bashkë punonit juve të gjithë bashkë. Kur që gërcënon të? Gjithë bashkë, po Nikon më ka thënë mua. Kur ishte të shtëpia jonë? Nikos keni bashkëpunuar, se nga i gjetën në numrat e telefonit të gjitha. Nga bashkëpunë, nga ishtë... Po do vej vete kodeta, do i thot të gjitha, se është i detyruar të vej. Do dalë dhe në gjysh Nikua. Ti me të s'ke kërcënuar? I ke kërcënuar ti, jo? Jo, s'kam kërcënuar, në momenti që ti mua më thua, do vej, do të bëj, Avash. Pa ti qamë të mua ti. Para sa kohë qamë të. Nuk kemi smundur fare. Do marrë një pistolete, avash. Do marrë një pistolete, do viti vras të tërve, të nga i malë dërdi boglit. Po më kërcënuat më, do t'a bëj. Sabrina. Qetësohu Sabrina, që janë të fjalë. Parati ke me fatura, do vesh kësu në burë, fëmin tim po e ban pa liq, djali të ka të porta, s'ke vash të bërë. Ka mund të të mbi fjallë se do i Ja, të lutem, Lida, qetësohu. Babaj djali ku e ka, po u lidhe dhe me policati, me policati në Elzmi, Sabrina. Se po ka në komisariat. Mos po shumë të plasë dhe jo. Në të mirë më se, pagon me dhe Nuk të dhe maja të plasë tani. Do e kamerat e komisariat që si kam të gjitha, do veni të gjithë branda. Sabrina. Nuk janë atje në polici. I pagon që të përgote. Qa përgote? Nga Burzelua. Pucana. Burzelua. Të lutem, Lida. Lida, qetësohu, Lida, të lutem qetësohu. Ja jetos një drogazim, moj. Një drogazim. Na i ka dos, i ka mund dos të djali. Sabrina. O Sabrina, po qetësohu me Sabrina. Ka zot, shikon koti. Sabrina. Kërë pilun të një se u do iki. Zoti, bjerë dhe tiren këtu që kërëtënon të tira komit e mi. Bjerë dhe komit e tira. I ka kërsu me zhuno dhe ka, komit e asaj kërë asaj saj. Asnjë, s'kam punë me asnjë. Shikoj shpitimin e time. Të lutem, nuk do flasësh, e komandoj unë live-in, do dëgjoj një herë Lidën. Ty të kam dëgjuar. Lida është fjala vetëm për ty. Dëgjoj këtu. Ajo në kategorinë në atë emision që bëri me pyja, kategoria është vetëm për mua. Për çfarë arsye, çfarë kam bërë? Jo, nuk është për ty, jo. Ti fëmin, se kam ndihmuar për shumë gjëra më shumë nga fëmijët e mi. Unë ty të kam thënë fjalët më të mira atje. E futa në punët më të mira. Çfarë ke se ka nga mua? Sabrina mund të iki me kë burë të toj, me sa të toj, si t'ja do qefi, mua s'me intereson, s'dua të di. Ze po e ka punën që ne ja mbajmë djali me dhunë, ja i mësojmë rrugat, që ja bëjmë rrugat, të vita marri,
ta mësoj ajo më mirë se neve. Po normal do ta marr, nuk e lë djalin aty unë të mbet drogazi dhe burgazi. Të lutem, Sabrina, nuk mund të ofendosh gjyshin dhe gjyshën e djalit tënd. Se unë do iki. Sabrina, në ditët e tua më të këqija në jetë, atë fëmijë ta ka arritur ish vjeri dhe ish vjera. Unë atje kam që po e çoj atje se kisha frikë se vini shokët e djalit të asaj. Jo, Sabrina, në momentin që ti ike me një person tjetër, Sabrina, ike me të dashurin tënd, ngele 7 zën, u ktheve 7 zën tek ish shtëpia e burrit, kjo zonjë ta ka hapur derën. Tani të lutem tani, unë s'do ta bëja kurrë gjë të tillë. Unë e falenderova. Po pra, nuk ajo ka bërë diçka që asnjë zonjë nuk mund ta bënte. Ta hapi derën, nuse së djalit që është azan me një burr tjetër. Për kërcënime që më ka bërë. Sabrina. Sabrina. Nga Greqia me gjithë vjem të saj edhe me kushurnin. Sabrina, ti sot. Sabrina, e di shumë mirë që unë s'kam frikë në asnjë gjë vetëm nga Perëndia kam. Po normalisht që s'ke dhe unë dhe nga Perëndia kam, s'kam frikë në asnjë. Jam frikë. Si jam? E sa zonjë jam? E di shumë mirë. E di shumë mirë, s'të thasë, unë të nuk të për as nëna jote. Dhe të vitë po unë të falenderova ty. Poris mua për këto gjëra që nuk ja ekzistojnë. Tirën me djemë të tirës edhe arbri me shok. Ty të thasë jo, ty më the atë fjalin që më the me atë mua për fikën. As për dashnorin që ke tani, as për një. Djali tënde, kam për ta pat kur, se ato që më bërë djali jotë s'mi ka bërë njëri jetën time. Qa të ka bërë djali, se të bajtë si zonjë? Kur më kam bajtë si zonjë? Kutu dhe të nga një burg, apo se i pagoja borgjit e kriminelve. Apo ato fakture që ja ka me Western Union, që s'mi ka kësyrë as njerë. Të tu, edhe të bëri zonjë, atë nuk e aktimisë. Mua djali jotë, që ka kutu dhe në i ka dosje të ndej nga pagona Dionis Rivera, pagove 60.000 euro që nëzore nga burgu, moj. Mirë bërë, fëmin tim do bëjtë që shte mundu, nuk im bëjtë i dhëriba si pura jote. Fëmin tim, dhe kriminat jetu do bëjtë që shte mundu. Sabrina. O do bëjtë kriminat amblezi. Kim bëjtë për shpite fëmive. Ato i bërët ju me denoncimet falso, se filluat të tërju nga që isim fut në emër të arbrit. Sabrina. Dhe të vitë të që mos të arbrit të fuqia në kokës, o të dojnë në kokës të se jenë në vetë. Arbrit nuk firmosi, sa ere ka më arbrit se arbrit firmosëm, të fut në kokës, arbrit jo nuk e bëj do të thoshte. Për qatë të firmos? Të firmosë për të mjetë i fuqia në kokës, dërsa në ndryshojnë certifikatat, që të i vërë aji social. Te arbri do e trokasësh derën në orën që ti e gati të marrësh të drejtën e fëmijëve të tu, të hipografës arbrit të hiqen nga emri arbrit. Po i kam bjerë unë, kam 2 vjetë që po ja kërkoj, në telefon. Në telefon? Po, si tërgon fletë ati? Si tërgon? Kur arbri nuk i bën këto punë, ti pse nuk i tërgon të gjyshi i fëmijës tënë, ti firmosim ato dokumentat të marrës fëmijët e tu, telefon të bajme pa i fëmijët e tu? Që do fëmijët e tu? Tani po i bëjnë me gjyqja unë. Bëj si të duash, asë më intereson, si që shtrojt e rrugën të dhe fli, ashtu e shtrojt e ashtu të flash. Ne të kemi fajt për një gjashtë, po të rrisim një fëmijë, duhet të slota. Faleminderit për atë fëmijë që po të rrisim, po për kundratin a vjen dhe me këto. Po e bani me dhunë, më jo zoj. Ik bëj pasaportën të të rritur, do të rritur, fëmijën me leo që endo që ti na shtëpia, se do kishte fatin e dy të tjerve, do ishte në idhrim. Nuk e ndoj qa unë jo, erdi tjeshtë, Nikua nuk të totesh. Nikua nuk të totesh t'jallin. Sabrina. E në së bëjë t'jallin e more dhe ike si zonjë, me dashnorin. Zonja Lida. Më kërcënonin. Kush të kërcënonte? Ata që fëmijë. Që i fusjen për polici, një ditë të që i vëndi për një. Po shiste drogës. Pastaj, edhe tjetëra, me punatën time, që ti që i co fëmijët e punatës, i ndjerën për Instagram, i ndjerën për Facebook, shpun këtë me fëmijët e punatës. Punate. Mosje që i kam për rënda. Shpun këtë, të këtë qatë të toa, së të tua tyra. Ti të shpun ke. Do t'i ndjerë në këtë botën. Shpun ke, nuk shikon alë që të kanë zënë, po merësh me të tjera. Sabrina, një qëtësi, Sabrina. Lida. Sabrina, të lutem qëtësohu tani se nuk dëgjojemi. Zonja Lida, qëtësohu. O Sabrina.
Po të lutem me Sabrina. O Sabrina, je më e vogël me Sabrina. Pasaporta dhe ke frikë ta çosh në ambasadë. Sabrina. Pse se çon? Apo kondicioni im në fondej. Sabrina, ka mundësi të lutem pak qetësi. Ja ti moj, po ku të vi? Vjet në gusht, donim të binim djalin për të vitet të jetë 5 vite, të binim vjet në gusht djalin të vitet e tyja të vitet 15. Mbyllë telefonat, mos të vinte fëmia jo. Sabrina, të lutem, zonja Lida. Sabrina. O Sabrina, do të nxjerr nga live, mos më detyroj të nxjerr nga live. Sabrina. O Sabrina, të lutem tani. Sabrina, do të nxjerr nga live. Zonja Lida. Sabrina. Zonja Sabrina. Ka mundësi. Moj Sabrina. Moj Sabrina, ka mundësi një sekundë? O Sabrina, do të nxjerr nga live. O, e pa mundur tani, e pa mundur. Për të komanduar ju të dyjave. Moj zonja Lida, qetësohu pak të lutem. Sabrina. Moj Sabrina. Sabrina, do të nxjerr nga live. Do të dija, prap, se tani dolën para aty. Sabrina, ka mundësi pak qetësi Sabrina, mos më detyroj të nxjerr nga live, të lutem tani. Po jo, unë që jam në të drejtë tani. Jo të lutem nga live, të ndem unë ato që kanë për të thënë, edhe të bëj çfarë të doj Sabrina pastaj. Gjona me një në polici të vej, po dhe tek jemi dielli të vej. Ishi nga live, ta ishi nga live me mua. Sabrina, e pa mundur që të jemi të treja live. Do jemi siç jam për të thënë, s'dua të bëjmë rezili dynjas. Se ajo rezil ka qenë dhe rezil do mbetet, unë s'do të bëj me tillë. Po kupton? Kjo është faleminderi që po i arris fëmin të dalë dhe fajtore në këtë mes. I linda dhe topicat e saj, dalë dhe fajtore. Kjo është të vrash vete. Zonja Lida, qetësohu. Qetësohu, e kuptoj që je irrituar, e kuptoj, por duhet të ruash qetësinë, të lutem. Ja tham. Ajo dëgjoj këtu, deta. Po. Edhe tani që u ndan Anikua, e merrte djalin tim në telefon dhe i thoshte ta gjej për atë të djalit vitet bashkohesh prapë me djalin tim. Po djali im se pranoi. Dhe ndaj bëhet gjithë ky sherrë, gjithë ky guvern sepse djali im nuk e pranoi të vijë më të ri me djalin tim. Dhe neve Po. nuk e kemi ndaluar kur ajo të shikoj fëmijën e saj. Dhe tani që u ndan nga Anikua, e merrte djalin tim në telefon dhe i thoshte ta gjej për atë të djalit. Dhe djali i tha, të dua të respektoj si nënën e djalit, dera ty. Më tutje, ti je në jetën tënde dhe unë në jetën time. Ndajmë për të gjitha këto gjëra tani, që është bës jetë shmëndur, nuk di çfarë i bëhet, ja kemi fajin e të tjerë. Na ne ka 5 vjet që ka ikur. Nuk e kuptoj çfarë kërkon nga ne. Nuk këtë se kam kuptuar akoma çfarë kërkon nga ne. Është bërë divorci me Sabrinës dhe djalit tuaj? Jo s'është bë. Sabrina që duhet vetë ta bëj. Djali po ti duhet divorci, do vetë ta bëj. E qartë. Tani për tani djalit tim nuk i duhet divorci. Asaj që i duhet dhe nxiton vetë ta bëj, ç'është vetë ta bëj. Kush e ka ndaluar? Ne do ja japim firmat. Gjithsesi unë t'i jap këshillën për hir të atij fëmije të nipit që ti po rrit që e ke aty, duhet gjetur gjuha e përbashkët. Ajo është nëna e nipit tënd. Me atë lloj fëmër gjendet gjuhë të përbashkët. Por duhet t'i uni pak tonet. Fajtore në këtë mes. Më thuaj i kam bërë gjithë këto ndere, më thuaj ku janë fajtore. Të dine unë çfarë faj kam bërë ta kthej. Mua më shokove me gjithë historinë që më tregove. Më thuaj ku janë fajtore. Më thot tani se unë kam me pafi me Nikon. Ç'pu kam unë me Nikon? Ma me ra ku mua çfarë bën Niko dhe fëmijët e Nikos dhe Sabrina. S'dua të di. Unë si nën që jam, ajo me qenë se thosh që kish nevojë dhe prapë të vinte me të dy fëmijët, prapë do ta mbaja dhe do ta siguroja. Nuk do ta lija mes katër rrugëve. Para atje ku i vuri ata fëmijën jetimore. Ti vi turp se bota po vdesi për një fëmijë dhe ajo jetë mes katër rrugëve. Ti vi turp. Dhe mua të më kish por ndihmë, do ta ndihmoja. Dhe që si të djalit tim. E dashur Lida. Gjithë këto historira që po bën, po bjen në sytë e mi dhe me mua s'do ketë më asnjë mirëngjesi. Nuk do të kem asnjë lloj pafi vetëm. E dashur Lida, unë të mora në këtë live për të dëgjuar edhe zërin tuaj, sepse ma kërkuat që të ishit. Unë të falenderoj realisht që të pata, por mundohu të jesh e qetë, të ruani qetësinë. Unë jam shumë e qetë. Ajo ka jetën e saj, ju keni jetën tuaj, djali ka jetën e vet, për hir të atij fëmije. As kemi marrë pjesë në jetën e saj, s'na intereson çfarë bën. Dhe djalin
ajo ta marr në orën 3 që vi nga shkolla, në mëngjes para se të ikë në shkollë, po e merr në 3 të natës djalin në telefon. Në 3 dhe në 5 dhe në 4 të Është e deu, në 3 të natës na merr në telefon. Na vë narkomanista të flas me neve. Ndiqni djalin nga shtëpia, ndiqni djalin. Të ndjekun arbrit tim nga shtëpia për sa të ta ndjek. Fëmia është imi. Edhe sa unë po mbaj fëmijën e Sabrinës, nuk do mbaj djalin tim. E qartë. Do ndjek djalin tim nga shtëpia. Ajo është duke në më 3 të natës na merr në telefon sa lot qet. Lida, më mirë kupto se po shkoj drejt fundit dhe më duhet ta mbyll. Ajo është duke më pritur. Ke një mesazh për t'i përcjell? S'dua të kem asnjë lloj pafi me Sabrinën dhe me Nikon. As kam patur as me Nikon as me Sabrinën dhe kur të doj të ndjer divorcin, të Hipokrat, djalim, kur ti doj shpyrtja saj të vejta nxjeri, të na bjerë letra, ja Hipokrat për të çdo gjë. Për të gjitha. Dakor. Dhe të heq fëmijët nga emri djalit tim. S'ka pun djalim fëmijët e botës ti mbaj djalin. Ajo s'na lë rehat, na dërgon, bëni gati valizhe se do veni në burg, bëni këtë se do veni këtu. Ne s'kemi frikë për asnjë gjë, se vetëm të mira kemi bërë, të liga s'kemi bërë tek asnjë. Në mes të 4 rrugëve si lash. Jam nën do i mbledh. Nuk i lë në rrugë. Asgjë tjetër s'duam Sabrinë. Ti jetë mirë atje ku jetë, mos na bilim në mëqaf, asgjë tjetër. Kjo është mesazhi im. Të ri atje ku është, nuk më intereson fare. Sepse ka ngritur disa akuza që ti e ke përndjekur, e ke kërcënuar. As edhe një gjë, telefonat janë të gatshëm, kush do të viti verifikoj, si të prindërve të mi të viti verifikoj, qa kam thënë, se ato janë të shkruara të gjitha, i nxjisojnë të gjitha në telefon. Të viti kërkoj kush të doj, s'kam as se kam kërcënuar se edhe njerë, as se kam marrë se edhe njerë, ajo na ka bezdishur. Telefonat e mi janë në dorën tuaj, të vini të kontrolloni kur të doni juve. E qartë, Arbri e qartë, unë të falenderoj që u futet e ky live-i. Gjithashtu shumë faleminderit. Faleminderit dhe të përshëndes. Në nga kalorës. Bëjmë pasaj të të më nxjerë dhe se ku në qa burdella kam punuar unë. Hajde të më nxjerë, apo se ika unë, edhe u bën këto që u bën. Unë fola dhe me Arbri. Që se nxjerë ajo djalin atje, po ka frikë se shikon ajo që do të marrë për nuse dhe ka frikë mos ta mësoj ajo goca që do të marrë djali saj. Sabrina, u fut edhe Arbri, e kisha Arbri pak para se të lidhesha me ty, dhe Arbri tha që ne kemi 5 vite që jemi të ndarë, i kemi dhe fund kësaj gjëje dhe unë s'kam lidhje fare më me Sabrinën. Po, ne kemi folur, po gjithmonë ka që këto nga Teresa, kërcënimet i bëjnë ata, se sa i do të tërgoj shokët. Po kushturit e ti pse më kërcënoj, më unë i kam me messenger në mesazhe me zë që më ka kërcënuar, çuni i hallës së ti. Hallë ti më ka marrë në telefon, më ka thënë do të vrasin fëmijët, ka qenë me këtë se gënjen ajo se ka frikë. Edhe është Sabrina. Mund të hapen. Ka kështu, komisariati që i hapin, se do t'i hapun në Greqi se nuk i lënë, se unë kam frikë. Sabrina, është Sabrina, patjetër. Për çfarë arsye? Sepse me certifikatën e vdekjes dhe të martohet Arbri, kush është Arbri? Presidenti George Bush është Arbri? Dashur Sabrina, nëse ti ndjesh e kërcënuar, patjetër që duhet të i drejtohesh policisë dhe të bësh denoncimin. Po unë do të çoj në 2 gjë të lartë, se unë kam dosje. Më dëgjoj me vëmendje. Mundohu të qetësohesh dhe ti. Mundohu të Unë jam shumë e qetë, po më vini natë. Jo, nuk ishe i qetë në atë live, kur përballemi ish vjerën. Qetësohu, ajo po të rritë djalin, ti ke jetën tënde, ti ke problemet e tua nga martesa. Don djalin, po e kanë atje me një mënyrë tjetër, ata kështu i mbajnë se kërcënojnë ata. Nga martesa e dytë ke probleme me 2 fëmijët e tjerë që janë në institucion. Po se janë të njësoj. Uroj t'i zgjidhësh sa më shpejt këto probleme, e dashur Sabrina. Dua t'i zgjidhësh sa më shpejt këto probleme, por t'jap këshillën si një grua që jam unë, si një nën si puna jote. Vetëm qetësohu dhe logjikoj gjërat me sotësi. Po ata janë të tërë kriminella, se ata paguan 40.000 euro po të më vrarë mua dhe i ka kamerat e komisariatit e të thojnë, do t'i futësh dhe komisariatit kështu brenda, i kapi, t'i japi. Ke diçka të fundit për të thënë në këtë live para se të themi rupafshin? Qa të them unë, mos të më kërcënoj, mos se nuk është mirë të më kërcënoj, edhe do bëjt çdo gjë me gjysh, të bëjnë darjen, të bëjnë gjëra siç janë për të bërë. Se unë s'dua më kërcënim as në hallë Arbri që më thotë do të vras fëmijë, edhe vllai. E qartë. Unë të hapin telefonatat. Unë nuk gënjej. Po nuk ka shanse të vinë të më vrasin. Hajde të vinë të më vrasin se çfarë të bëjmë luftë? Unë të falenderoj që të pata në këtë live. Po.
Të përshëndes nga Tirana. Po nuk gjej zgjidhje. Edhe në gjyq do vete do pagon gjyqet andaj edhe. Të përshëndes. Faleminderit. Mirupafshim Sabrin, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe të kësaj video. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund. Mos harroni që të jepni komentet tuaja poshtë videos për histori në fjalë dhe këtu lart tek fotoja ime të klikoni dhe të abonoheni në kanalin tim zyrtar Odeta Dume Mandro, aty ku unë çdo ditë ndaj me ju histori njerëzore të cilat denoncohen në live me Odetën. Faleminderit.